Keni paguar transakcione të larta për të dërguar para nga Shqipëria drejt Europës si individ apo edhe si biznes? Nga 7 tetori, jo më. Eni ta zbulojmë se për çfarë bëhet fjalë. SEPA Schengen i pagesave është zona unike e pagesave në euro, dhe cila tashmë jep mundësinë gjithë shqiptarëve të bëjnë transaksione ndërkufitare në euro si gjithë europianë. Nëse i nisni elektronikisht, minimumi që mund të paguani kur dërgoni jashtë është vetëm 2 euro. Deri në 100.000 euro mund të paguani vetëm 0,01% të vlerës për maksimumi 10. Mbi 100.000 euro, individët apo bizneset shqiptare që iniciojnë transaksione elektronike në eurozonën SEPA nuk mund të paguajnë më shumë se 25 euro. Marrëveshja e hyrë në fuqi këtë të martë, jo vetëm që është një parakush për integrimin në BE, por gjithashtu ul kostot për qytetarët dhe bizneset, duke i vendosur ata në kushte të barabarta me konkurrentët e tyre në BE. Çfarë do të thotë konkurrencë e BE? Flasim për një hapje me një treg për rreth 500 milion banorësh, si për individët dhe bizneset shqiptare. Bizneset shqiptare të cilat kanë dëshirë të eksportojnë, tashmë u pushton më lirë për të shkuar tek tregu evropian, nga ana sjellpas bizneset europiane të cilat duan të tregtojnë Shqipëri u pushton shumë më lirë të manufakturë. Sipas Bankës së Shqipërisë, kursimet për ekonominë shqiptare vetëm në vitin e parë do të kenë 20 milion euro. Por duhet pasur në konsideratë se bashkë me zhvillimin vjen edhe përgjegjësia. Thënë kjo, çfarë sfidash kanë tani bizneset shqiptare përballë konkurrentëve të tyre të Bashkimit Evropian? Duke pas parasysh dhe strategjinë nga më të fundit shumë të rëndësishme të Shqipërisë për sa i përket cashless, pra eliminimin e përdorimit paras fizike dhe veprimit në tregjet financiare dhe monetare nëpërmjet transfertave elektronike, sistemi SEPA e krijon këtë mundësi sepse gjitha llojet e pagesave që deri tani bëheshin në rrugë formale, informale si para fizike, tani nëpërmjet këtij sistemi që është dhe më i lirë dhe më i shpejt, edhe më i besueshëm dhe më transparent, natyrisht që është një ndihmë shumë e madhe në këtë drejtim. Sipas autoriteteve shqiptare, nisja e transaksioneve të Shqipërisë në SEPA shënon një moment historik. Banka e Shqipërisë njoftoi se aktualisht 11 banka që operojnë në vend janë gati të ofrojnë shërbime SEPA për qytetarët dhe bizneset që operojnë në Shqipëri. Marrëveshja për anëtarësimin e vendit në sistemin e unifikuar të pagesave në euro u miratua në 21 nëntor 2024 nga Këshilli Evropian. Përveç Shqipërisë, pjesë e SEPA u bën së fundi edhe Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut.